E fillojmë me emrin e Allahut të Madhreshëm. Allahut ja shprehim falenderimet, selamet, përshëndetjet, të gjitha uratat e kësaj dite të bekuar xumaje janë për më të mirën e njerëzimit Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbar muslimanët gjithanë botës, ata që kanë rrujet, Zoti i mëshiroft, ata që janë gjallë, Zoti i drejtoft dhe i forcoft në rrugën e jetës. Gjithmonë lutemi për gjithë njerëzit në këtë botë që Allahu të fal hidajet dhe udhëzim gjithë atyre të cilët kanë interes dhe e kanë seriozisht udhëzimin dhe hidajetin e Zotit të Madhreshëm. Ju përshëndes juve gjithmonë, ju falenderoj për kohën, i përshëndes gjithë ata vëllezër dhe motra që i përcjellin fjalimet tona në rrjetet sociale, veçanërisht në kanalin tim YouTube. Gjithmonë faleminderit për vëmendjen, për kohën e juaj. Sot me lejen e Zotit do të marrim një farë përpjekje të Imam Ebu Hamid el-Ghazalit në përpjekjen e tij, në mjeshtrinë e tij të thellë me zbërthy, si më thon, llojin ose përbërjen ose strukturën e brendshme njerëzore. Mendoj që me të drejtë mund ta quajmë njërin nga ekspertët më të thellë të kësaj fushë, i cili kur flet për strukturën e brendshme të njeriu, ai thotë se njeriu ka 5 prirje në natyrshmërinë e tij. Pra, tek ne gërshetohen, ndërthuren 5 prirje, 5 elemente të ndryshme, të cilat edhe bëjnë njeriu qenie të veçantë, edhe bëjnë të aftë ta menaxhoj botën edhe jetën në këtë botë, por edhe bëjnë qenie shumë koklavitne dhe bëjnë shumë delikate edhe për edukim dhe formim. Prandaj ja vlen me pa gjithë ne së bashku këtë farë qasje të Imam Ebu Hamid el-Ghazalit, i cili vërtet mendoj se e ka prek një element shumë të rëndësishëm të llojit të përbërjes dhe mund të themi edhe rrezikut, po edhe përparësisë njerëzore. Imam Ghazaliu klasifikon natyrën njerëzore në 5 prirje që formojnë kompleksitetin moral, kompleksitetin e brendshëm të çdo individi ose çdo njeriu. Numër 1 janë prirjet qiellore, mund të themi edhe prirjet shpirtërore, të cilat, si më thon, rrënjët e tyre janë tek Zoti, tek hyjnia, për ata disa i quajnë edhe prirjet hyjnore. E dyta janë prirjet melekore, engjëllore. E treta janë prirjet djallëzore të njeriu ka dhe prirjet djallëzore. E katërta janë prirjet shtazore, kafshërore, dhe prirjet numër 5 që shënojnë pjesën e egërsisë. Këto 5 prirje, përveç që i vrejmë gjatë jetës tonë në karakterin tonë, në sfidat e jetës, i vrejmë shumë edhe të këtiret. Veçanërisht që ne sot jetojmë në një botë që është botë informative, ne në kohë reale i përcjellim shumicën e zhvillimeve në botë dhe në gjitha ndodhit dhe ngjarjet që ne i shohim në botë, i shohim këto prirje të njeriut. Shohim njerëz që vërtet janë të formuar, kanë, se më thonë, tendencë gjithmonë mu formu ose mu cilësu me vlera që vijnë nga qielli. A anën tjetër, shohim veprime djallëzore çdo ditë, madje është sfida e kohës sepse veprimet djallëzore sot përbojnë lajm. Marrall janë lajm, prirjet melekore, gjitha ato skenat mira që na i shohim shpeshherë, madje jo vetëm njeriu me njeriu, por edhe me kafshët që i shohim kur njeriu e rrezikon jetën për ta shpëtuar një kafshë. Shpeshherë ato nuk është që zonë vend shumë lajme edhe nëpër faqet e gazetave. Ma tepër shohim lajme djallëzore sepse ato përbojnë lajm. Djali e mbyti nanën e vet, ky e mbyti babën, ai e mbyti vllaun. Domethënë shohim kësi lloj lajmesh djallëzore që për fat keq shpeshherë janë të mbushura dhe rrjetet sociale me to. Le ti analizojmë së bashku, ti marrim këtë për perspektivës edukative, se besoj të gjithë kemi nevojë me u marrë me vetveten, edhe diçka me lokalizu, me frenu sot mundemi, e diçka jemi dhonë përparësi, jemi dhonë, si me thonë, hapësirë, që aje me lullzu edhe me u zhvillu tek karakteri jonë dhe gjithë atyne që janë për rreth nesh. Numër 1 janë prirjet qiellore, prirjet shpirtërore.
mund të themi edhe prirjet humane, njerëzore, që i posedon njeriu. Këto prirje janë shprehje e vlerave të përjetshme, marrë parasysh që ne besojmë se këto vlera vinë prej qiellit, pra vinë prej direktivave dhe vinë prej mësimeve të Zotit. Madje, ne si besimtar besojmë që gjitha këto vlera burojnë prej vetë Zotit të përsosur. Ndonse të gjitha këto vlera tek Zoti janë në shkallë të përsosshmërisë, tek ne të gjitha janë relative, ndonse ne si besimtar mundohemi edhe kemi për obligim që gjitha cilësitë me të cilat cilësohet Zoti i Madhreshëm, duke filluar bujari, mëshirë, falje, dashuri e gjitha cilësitë e tjera me radhë të Allahut Madhreshëm, u mundu me i përfaqësu edhe ne në tokë nëpërmjet takatit tonë njerëzor. Sigurisht përpjekja jonë është relative, por është shumë fisnike. Prandaj këto vlera, e ofrojnë njeriu tek mirësia, dhurimi pa rezervë, pra vlera sublime, rënjet e të cilave kthehen tek qielli, kthehen tek Zoti i gjithësisë. Pra prirja ose prirjet qiellore janë qendra të moralit të ngritur, pra janë vlerat e përjetshme që Zoti i Madhreshëm ja ka deftu njeriut nëpërmjet profetëve, nëpërmjet librave, duke i treguar edhe faktin se këto cilësi i përkasin Zotit në mënyrë absolute, ndërkaq juve ju mbetet detyrë në mënyrë relative mu mundu me i apliku në jetën e juve, sepse fakti që ato burojnë prej Zotit janë perfekte dhe janë shumë të mira, dhe ato, e rregullojnë jetën e juve në këtë botë. Dhe fakti që njeriu gjithë jetën e kërkon atë që është më sublime, më perfekte. Fakti që njeriu kur asnjë gjë nuk e ka lënë në stat, por gjithu mundu me kërku atë që është perfekte, lën vend me besu që njeriu posedon diçka në qenjen e tij që është perfekte dhe që u ardh jashtë kësaj bote. Faktikisht njeriu kur nuk u pajtu me një stat caktuar çfarë do fushë, gjithmonë ka lyp ma mirë dhe kjo lloj tendence për me gjetë më të mirën dhe kur mos më unal duke kërku perfekten, i bjen që mrena këtij njeriu ka diçka perfekte, e cila e bën njeriu me kërku gjithmonë perfekten, ndonse ajo nuk mund të realizohet në një botë relative. Pra, njeriu jeton në një botë reale, e cila nuk mund të jetë perfekte, por brenda vetës ka diçka perfekte, e cila e stimulon dhe e motivon njeriu me kërku perfekten. Dhe unë mendoj që ky është një argument që ne kemi në vetveten tonë diçka qiellore, kemi prirje, le të themi siç e thot Muhammed al-Ghazali, prirje me nuanca qiellore, se me orientim qiellor. Kjo ekziston te çdo njeri, kjo lloj prirje. Dhe këtë prirje shohim veçanërisht te fëmijët, për aq kohë sa ende shoqënia, nuk kanë ndiku mjaftueshëm për ta deviju ose për ti lokalizu ose për ti, për ti fut në hije këto prirje qiellore. Prandaj shpeshherë në komunikim me fëmijët i gjojmë këto vlera, i gjojmë këto prirje nëpërmjet pyetjeve, nëpërmjet kërkesave të tyne, nëpërmjet kurreshtjeve të tyne me gjetë Zotin, me pyet kush është Zoti e ngjajshëm. Pra, gjitha këto prirje qiellore ekzistojnë te njeriu, sado që në situatat saktuara kohore njeriu mundu me i shtyp, u mundu me i mshef, u mundu me i kamuflu me lloj-lloj ideologjish dhe bindjesh ndryshme. Siç thot Alia Izetbegović, si kundërpërgjigje ndaj atyre që pretendojnë se nuk ekziston Zoti, por njeriu e ka shpik idenë e Zotit, ai thot pikërisht to është fakti që Zoti ekziston, sepse gjatë gjithë historisë njerëzore, njeriu kur nuk u ndal duke shpik pra atë Zotin që ju po thoni i shpikun, dhe kjo jep me kuptu se ndjenja e ekzistimit të Zotit ekziston mrena vetë njeriut. Sado që e jashtëmja mundohet me mbulu këtë fakt ose këtë prirje, kjo prirje ekziston gjithmonë brenda njeriut. Prandaj njeriu ka vazhdu gjatë gjithë historisë me fol për Zotin, me adhuru Zotin, me pas gjithmonë çështjen e Zotit mbi tavolinë. E dyta është prirja
melekore, prirja angjëllore. Ne i përdorim edhe në gjuhën e thjesht në këto muhabetet familjare, kur i themi është djalë me laçe, është vajzë me laçe, domethënë e përdorim në kuptimin figurativ, ndonse nuk i kemi për qëllim që ai është me laçe në kuptimin domethënë fizik, por e synojmë që sjelljet e tij ose të saj janë aq perfekte sa që i ngjajnë me laçeve. Domethënë brenda nesh ka prirje melekore. Ne mund të anojmë ka bota e melaçeve. Prirja angjëllore përfaqëson gjithmonë pastërtinë shpirtërore, dashurinë për të mirën, lëvdimin e Zotit të Madhreshëm, të mësuarit, virtytet e larta, afrimin ndaj Allahut Madhreshëm, gjitha këto ndjenja të mira i ngjajnë veprimeve të engjëjve, të cilat ndjenja na nxisin për drejtësi dhe paqë. Mos të harrojmë pra, kjo lloj prirje simbolizon dimensionin etik të ndërgjegjes, pra sa herë që funksionon pastër ndërgjegja njerëzore, aty kemi prirje melekore. Domethënë, sa herë që njeriu domethënë i referohet ndërgjegjes tij të pastërt, pa indikacione djallëzore të tjera, njeriu anon ka bota melekore. Vazhdimisht, domethënë e shfaqin aftësinë e njeriu për të zgjidhur, domethënë vullnetarisht të mirën. Kjo është ajo prirja melekore që ne jo vetëm se besojmë botën e melaçeve, por edhe në kuptimin figurativ e ndjejmë botën e melaçeve dhe do të duhej që të anojmë për herë ka bota e melaçeve, sepse ai është një botë domethënë paqe, është një botë e mirë, është një botë e rahatisë shpirtërore, e veprave të mira, e ndërgjegjes së pastër, e rahatisë domethënë të gjithë shkafit që është brenda nesh. Që kjo është aspekti i dytë ose prirjet le të themi angjëllore ose melekore që i ka njeriu. Deri këtu, domethënë është gjithçka në rregull. A thu, pse Zoti i Madhreshëm nuk e nal njeriu deri këtu? Pse njeriu domethënë i instalon edhe prirje tjera? Sepse Zoti i gjithësisë nuk e ka fal njeriu një qenie veç melekore, sepse si ti nuk do të mund të zhvillonte mjaftueshëm këtë botë, dhe kjo botë nuk do të ishte arenë sprove dhe testi. Prandaj Allahu i Madhreshëm për me bën njeriu qenie funksionale në këtë botë dhe për ta bërë këtë botë sprov, mrenda njeriu ka instaluar edhe 3 prirje tjera, të cilat e bëjnë njeriu me të vërtetë qenie komplekse, ose në kuptimin figurativ e bëjnë njeriu një farë lloj harmonike. Ai mund të jetë shumë i mirë në një anë, po i njëjti mund të jetë shumë i keq në anën tjetër. Marr parasysh pra se ka prirje hyjnore, ka prirje melekore, angjëllore, po ka prirje dhe djallëzore. Njeriu din me lujt rolin e shejtanit, njeriu din mja mujt kanjëherë ose din mja mujt prirje djallëzore dhe ai thjesht në situata të caktuara me lujt komplet rolin e djallit, rolin e shejtanit, Zoti na ruaj. Këto prirje nxisin njeriu gjithmonë drejt të keqes, të ndimit, domthon i rahatis, largimit nga moraliteti drejt amoralitetit. Prej këtyre prirjeve djallëzore, shejtanore, pra lindin zilia, dhuna, mashtrimi, intrigat, gënjeshtra, dredhit, mashtrimet e gjitha anomalit, domethënë amorale të cilat domani shohën për fatkeqësi të gjithanej botës. Të gjitha janë ndikim dhe janë prirje e djallit. Zoti na ruaj prej tyre, që në një farë forme sigurisht të ka rol të madhe dhe ambienti edhe shoqënia edhe familja edhe gjeni edhe shumë faktor ndikojnë që shpeshet njeriu me aqit në pa ose me vendos në pa pjesën djallëzore e cila mrena ti, e që ne jemi thirrën maksimalisht me neutralizu, me lansit, në nhije, mos me leju që ajo mu aktivizu dhe me na përfshi qenjen tonë. Të gjitha këto amoralitete, të gjitha këto vese që vinë si rezultat i prirjeve djallëzore, janë sfide vazhdueshme për shpirtin tonë.
janë provë e lirisë së zgjedhjes. Njeriu mund t'i kapërcej vetëm me arsye dhe vetdije morale. E katërta është prirjet shtazore. Janë dëshirat e trupit, janë nevojat biologjike, ku ne dhe kafsht në një farforme në aspektin biologjik jemi të ngjajshëm në aspektin e nevojave. Fjala vjen ushqimi, pija, gjumi, dembelia, domethënë pushimi i vazhdueshëm e gjithçka që lidhet me pjesën biologjike. Të gjitha këto nevoja në vetvete nuk janë të këqija, sepse nuk funksionon jeta pa to. Ato mund të jenë problem vetëm në dy raste. Kur njeriu lejon që ato ta sundojnë racionalitetin, ta sundojnë arsyen, ose në gjuhën e thjesht kur ato e muin mendjen, kur njeriu, mundohet mu kënaq me çështje iracionale, të cilat janë të damshme, kur njeriu e tepron ushqim, e tepron pije, pra kur njeriu nuk e kontrollon më ushqimin ose gjitha nevojat seksuale, biologjike, por ato e gjykojnë, nëse ato e kanalizojnë, nëse ato e drejtojnë njeriu edhe në kuptimin e arsyes. Dhe mendoj se në këtë rast këto nevoja mund të bëhen shumë të rrezikshme dhe shumë të dëmshme për njeriu. Rasti i dytë është kur këto nevoja, e sundojnë jo veç botën e arsyes, botën e mendjes, por edhe botën e moralit dhe të shpirtit. Në një situatë kur njeriu nuk i kontrollon nevojat e tij biologjike, që po themi s'ka asgjë të keqe, ato duhet plotësohen, por plotësimi këtyre nevojave e kalon limitin e arsyes dhe e kalon limitin e vetdijes morale dhe shpirtënore, atëherë nevojat fillojnë me shkatru dhe me rrenu njeriu. Sikur që uji është jetë për njeriu, kur teprohet është kërcënim për njeriu. Pra i njëjti ujë që në një moment është vetë jeta që asiguron njeriu jetën, nëse teprohet uji e fundos ose e ngulfat njeriu. Prandaj ndonse njeriu në kuptimin biologjik ka gjëra të përbashkëta me kafsht, megjithatë ku bëhet dallimi i njeriu në këtë rast? Dallimi bëhet fiks te fuqia njeriu që nëpërmjet arsyes dhe vetdijes morale me i kontrollu këto nevoja, ndërkohë që Allahu i Madhreshëm kafshëve ju ka kriju instinkt dhe ato i kontrollojnë këto nevoja nëpërmjet instinktit. Po Allahu i Madhreshëm nuk ka dashur që njeriu vetëm nëpërmjet instinktit të kontrollojë këto nevoja, sepse kjo do të ishte një farë lloj degradimi i njeriu. Pra njeriu i ka dhënë arsye, njeriu pra me vullnet lirë i kontrollon nevojat e tij. Për shembull, ne kur agjerojmë me vullnet lirë, jo në kuptimin instinktiv. Ne kur i respektojmë prind, i respektojmë kuptimin e vetëdijshëm, jo në kuptimin instinktiv. Ne nuk martohemi veç sa për të shtu në kuptimin instinktiv, por e bëjmë me vetdije të plot dhe për ne martesa është diçka më shumë se sa veç instinkt ose veç nevojë biologjike. Domethënë pse njeriu jeton një epërsi ndaj gjallësave të tjera, ndërkohë që në kuptimin biologjik i kanë nevojat e njëjta. Sepse njeriu duke pas mendjen dhe vetdijen morale e shpirtënore, arrin këto nevoja me ngrit një shkallë krejt tjetër. Prandaj kur njeriu i bin këtu, i bjen arsyeja një anë dhe i bjen feja, vetdia morale dhe shpirtënore, për një mend njeriu mund me qenë më i degraduar, më i shkatruar. Edhe e keni shumë lehtë me gjetë shembullin. Cila gjallësë, le të themi me një përjashtim shumë ekstrem, veç ndoshta bota e derit të ngjajshëm, e bën voglin e vet edhe e mbyt ose e gjun kontinjer. Krejt gjallësat instinktivisht luftojnë me mbrojt voglin e vet. E ne gjejmë raste kur njeriu, qenia njerëzore, e bën beben, e bën të voglin e vet, edhe e hedh në kontinjer ose e aborton ose myt ose ngjajshëm. Pra, nëse njeriu zhveshet prej botës së arsyes dhe botës së vetdijes morale e shpirtënore që përfaqësohet nëpërmjet fesë, vërtet njeriu mund të jetë një qenie jashtëzakonisht e rrezikshme. Me të drejtë thuhet, njeriu bëhet ojk për njeriu. Duhet ta nënvizojmë një fjali përkitazi me këtë pjesë. Kontrolli mbi trupin është pjesë e zhvillimit filozofik dhe moral.
Njeriu është qenie që duhet ketë kontroll mbi nevojat e tij trupore. Dalja jashtë këtyre nevojave, domethënë përbën degradim edhe filozofik edhe moral. E pesta janë prirjet e egra. Këto prirje lidhen me fuqinë, me keqpërdorimin e fuqisë, me dëshirën e sundimit, me tendencën e epërsisë, me qefin që mu lavdru dhe gjithmonë me pretendu se ti je mbi të gjithë, dëshira për hakmarrje, të gjitha këto janë prirje, domethënë të egërsirave. Kjo lloj prirje, le të themi prirje e egër, manifeston një farë lloj instikti për dominim dhe agresion, duke sfiduar etikën dhe harmoninë shoqërore. Le ta marrim një shembull. Shpesh herë shohim jetën e xhunglës, edhe i shohim për shembull ato kafshë grabitçare që kanë një farë tendence me pas monopol mbi atë gjahun. Edhe i keni pas shpesh herë ai tigri ose leopardi kur e kap atë gjahun, ka qef me hyp dikun në i pemë edhe thjesht me pas vetëm ai monopol mbi atë gjahun. Pra monopolin e shohim shpesh herë te kafshët e egra. Mirë po për fat keq, monopolin e shohim edhe tek njeriu. Madje njeriu ma modern sot, i cili në atë ditë lufton me pas monopol mbi çdo gjë. Domethënë, monopolin këtë rast ose dëshira për monopolizimin e artikujve, madje jo vetëm artikujve, edhe çështjeve tjera të natyrës, edhe intelektuale dhe morale, thjesht është një farë lloj instikti që i ngjan kafshëve të egra. Domethënë njeriu në situata të caktuara manifeston elemente të egërsirave për fat keq. Për Imam Ghazalin, këto prirje janë prirjet më të rrezikshme që e kanosin edhe lloj njerëzor në këtë botë, sepse shfaqin urrëtitjen dhe kapjen pas pushtetit si forcë shkatruese morale. Masi e pam këtë ndërthurje, këtë kompleksitet që ekziston ka mbrana qenieve tona, pra prirje hynore, prirje melekore, prirje djallëzore, prirje shtazore, prirje të egërsirave, të gjitha këto kur bëhen bashkë mbrana neve, me të vërtet këtu tash duhet një mekanizëm i fuqishëm, këtu duhet diçka madhështore për me mujt me majt në balancë dhe me ditë çka me vonu dhe çka me qitë ose çka me dhon përparësi. Në qendër të filozofisë së Imam Ghazalit qëndrojnë dy elemente të cilat janë përgjegjëse për kontrollin e gjitha këtyre prirjeve, gjithë kësaj ndërthurje kaq komplekse. E para është instrumenti i arsyes dhe e dyta është instrumenti i vetdijes morale dhe shpirtërore, të cilat edhe i mbikëqyrin ishte dasht me i mbikëqyr, le të jemi më korrekt, ishte dasht me i mbikëqyr këto prirje, edhe me ditë çka me stopu dhe çka me liru, dhe e dyta me i harmonizu ose me i përdor si duhet, le të jemi më korrekt, sepse një pjesë e tyne i duhet njeriu për me zhvillu jetën. Këto dy instrumente që ne duhet t'i zhvillojmë shumë e duhet t'i forcojmë shumë, veçanërisht nëpërmjet besimit dhe fesë tonë, e para instrumenti i arsyes, pra i mendjes, dhe instrumenti i vetdijes morale dhe shpirtërore, i kanë tri role, i kryjnë tri role ose i bëjnë tri mbikëqyrje. Numër 1, drejtojnë njeriu drejt prirjeve hyjnore dhe angjëllore, pra mendja e njeriu dhe morali mundohen te njeriu me i qitë mball, me i pri njeriu prirjet hyjnore dhe prirjet melekore, që kjo është funksioni i parë. Prandaj ku të shihni njerëz që kanë sjellje, kanë moral, kanë virtyte, dijeni që ata është tu i kontrollu edhe mendja e tyne, arsyeja e fortë dhe është tu i kontrollu vetdia shpirtërore. Numër 2, roli tyre i këtyre dy instrumenteve pra është kufizimi ndikimit të prirjeve djallëzore, shtazore dhe të egra. Po themi kufizimi sepse na tham fillim që këtu i duhet njeriu për me bo jetën, por gjithmonë
arsyeja dhe vetdia morale duhet me i majt të kufizuara nën kontroll. Dhe e treta, këto dy elemente ose këto dy instrumente i sigurojnë një individit që mos bëhet rob i impulsit të padisiplinuar dhe veprave amorale. Pra, i ndihmoj njeriu që mos mu dorëzu, mos me met krijesë që e pushtojnë prirjet e djallit. Po, në situata të caktuara secilit prej neve mund të shfaqen, që në një moment të shfaqet diçka djallëzore. Ne në një moment mund të kemi një stilje që i ngjan e gërsinës. Është e vërtet, kjo mund të ngjajë secilit prej nesh. Por që të na pushtojnë totalisht, që të dorëzohemi, që të ngrisim flamurin e bardhë, që ne thjesht jemi i ranë ndikim shejtanit dhe nuk mund të lirohemi, kjo ndodh vetëm nëse s'na punon arsyeja dhe nëse nuk kemi vetdije morale edhe fetare së shpirtënore në këtë rast. Prandaj instrumenti i arsyes dhe i vetdijes morale janë shumë instrumente të forta, edhe me ditë çka me shfaq, me ditë çka me kontrollu dhe mos me leju që njeriu përfundimisht mu dorëzu dhe me ranë ndikimin e prirjeve të këqija. Vëllezër dhe motra, me përmbyll këtë temë, kisha dashur veç edhe një element të rëndësishëm me përmend. Fetarisht, që kjo që shpjegum deri tash, gjitha këto ndërthurje, këto prirje pra hynore, melekore, djallëzore, shtazore dhe të egërsirave, të secili njeri në këtë rast, tregojnë se virtytet dhe moraliteti nuk janë instiktive. Nuk janë që shtemi ne, ati që ja ka dhonë Zoti, ja ka dhonë, ati që s'ja ka dhonë, s'ja ka dhonë. Ky është i mirë se ja ka dhonë Zoti, ky është i keq se s'ja ka dhonë Zoti. Mbazë të qasjes ose interpretimit e Muhammed el-Ghazalit, Zoti ju ka dhonë gjithve, domethënë gjitha këto prirje janë mrena nesh. Pastaj është aftësia jonë, është gjeni, është edukimi, është shkolla, është ambienti që i ndihmoj njeriu çka me kontrollu, çka me shfaq. Është besimi, është feja, është pra edukimi, le të themi më korrekt, i cili i ndihmon njeriu në këtë rast me i kontrollu gjitha këto prirje. Përndryshe, nuk është çështje vetëm instiktive. Domethënë, ja ta ka dhënë, ja s'ta ka dhënë Zoti. Jo, gjitha këto gjenden të çdo individ. Pra pjesa tjetër është mundi ynë, është mundi i shkollës, i mësuesit, i hoxhës, i prindit, i shtëpisë, i qenit autodidakt, i edukimit vetvetes, për me kontrollu gjitha këto kundërthonje të cilat gjenden mrena nesh. Po, të gjitha këto arrihen përmes vetdijes, disiplinës, ekuilibrit të brendshëm. Për Imam Ghazalin, njeriu është qenie e lartë, jo sepse është e lirë nga dëshirat, jo sepse njeriu domethënë nuk ka ndjenje djallëzore ose shtazore, por sepse ka kapacitet të kontrolloj dhe sublimoj këto dëshira përmes arsyes. Po, është e vërtet, martesa është nevojë, por nëpërmes arsyes dhe besimit, martesën mund ta sublimoj, mund ta bëjmë diçka sublime. Ushqimi është nevojë, por nëpërmjet arsyes, besimit, vlerave mund ta sublimojmë, mund ta bëjmë diçka sublime në jetën tonë. Domethënë, gjithçka që lidhet me nevojat dhe me pjesën biologjike, mund ta ngrisim edhe mund ta kontrollojmë nëse bëhet fjalë për aspektet negative, po nëse bëhet fjalë për pjesën pozitive, atë mund ta ngrisim edhe ta sublimojmë pra në jetën tonë morale. 5 prirjet simbas Imam Ghazalit nuk janë thjesht tipare psikologjike, ato përbëjnë modelin e shpirtit njerëzor, çështo është njeriu me çito prirje, ku çdo njeri duhet të punoj për ekuilibrimin e dëshirave të tij, moralit dhe racionalitetit. Ekuilibrim mes dëshirave, moralit dhe racionalitetit. Arsyeja, mendja, është ura që lidh trupin me shpirtin, impulsin me etikën, atë pjesën impulsive të njeriu dhe dëshirën me drejtësinë. Allahu e mëshiroft Imam Ghazalin për këtë çështje kaq thellë në përpjekje me zbërthy deri në çet shkallë, domethënë strukturën e brendshme njerëzore. Faleminderit juve, Allahu ju shpërblet. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.